Mirë dita njerëz të mirë, unë jam kthyer në Shqipëri edhe nuk më kishte marrë malli fare për këtë moti këtu, nuk e di pse ishte ftofur koha, e kisha lënë më ngrohtë, por anyway, atje në Barcelonë ishte perfekt, por jetojmë në Shqipëri. Në rregull. Ky është the outfit për sot, kam me 2 takime, kam kombinuar kështu, ndoshta mund ta lë dhe hapur këtë, se kisha vendosur një rrip, por që më mirë mbyllur. Mendoj unë, nuk e di si mendoni ju. Mos e vini re zërit se kemi ardhur në Shqipëri me kështu me bajame, me fyt. Dalim, nuk e di pse vonohem për herë. Kisha hedh një story në Instagram këtu në Barcelonë me këto pllumat këtij vërdall edhe ma kishte. Ne kishim ardhur për me bo një familje. Hello njerëz, po ju flas nga dita e dytë në Barcelonë, ky është the outfit për sot. Edhe në storyt në vazhdim do jenë storyt e ditës djeshme që unë si kam postuar, i kam lënë t'i hedh kështu avash, edhe t'i editoj, e keni parasysh, por që për sot do hedh nesër, që kështu do ja updatoj pak a shumë avash. Anyway. Volim tu të bëjë foto të hedha, se kështu për. Merr të telefonin me vete. Desha me plasun atë. Tu kalamajt nuk më lejnë me loz. Përshëndetje njerëz, shikoni pak se kush është zgjuar sot në orën 10 të mëngjesit. Unë jam zgjuar në orën 10 të mëngjesit, e pa besueshme apo jo, anyway. Ma pëlqen shumë se jam veshur sot, kam ca punë. Kam edhe një udhëtim nesër që duhet bëhem gati, kam pre valixhen, kishte mbaruar edhe abonimi terminalit për fat, duhet paguar, duhet bërë, sa pagu nesër. Anyway, shumë si ka. Vazhdojmë të dita sot? Okej, dita sot, është outfit i qik pana qik bardh, i qik... Hajde se la.